I dënuar me vendim të formës së prerë Kreshnik Hajdari drejt shkarkimit nga avokat Arben Langozi. Pas një zvarritje të gjatë në një trekëndsh bashkëpunimi mes oligarkisë, qeverisë dhe mafjes, e drejta po tregon se është më fort se çdo korrupsion institucional. Një kalvar i gjatë proceses gjyqësore u finalizua në një rezultat pozitiv: rihapjen e rrugës për shkarkimin e Kreshnik Hajdarit. Hajdari, zgjedhur kryetar bashkie në vitin 2023, u favorizua hapur nga Ilirian Celibashi, kryetari i KQZ-s, i cili në vend që të zbatonte ligjin dhe ta përjashtonte nga zgjedhjet për shkak të dënimit në shtetin grek, zgjodhi të mbyllte syt. Celibashi veproi jo si garant i zgjedhjeve të lira, por si një vegël e pushtetit në shërbim të mafjes politike dhe të oligarkëve që kapin shtetin. Kreshnik Hajdari, dënuar me vendim të formës së prerë në Greqi për falsifikim dokumentash, nuk e kishte deklaruar këtë dënim në formularin e dekriminalizimit, një shkelje e rëndë ligjore që duhet të çonte automatikisht në shkarkimin e tij. Megjithatë, edhe pasi vendimi i dënimit grek, mbërriti zyrtarisht Celibashi erëzoi kërkesën për shkarkim, duke u bërë pjesë e një misioni të qartë korruptiv. Kas më vonë vendosi prishjen e këtij vendimi dhe rikthimin për rishqyrtim, por Hajdari ankimon çështjen në gjykatën administrative të Tiranës. Aktualisht Kreshnik Hajdari është i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar GKK për falsifikim formulari, vendimi i cili nuk është ankimuar prej tij, duke bërë kështu dënimin përfundimtar dhe të ekzekutueshëm sipas ligjit.